Apo jo, ta bë domin, të vret kalamajt, fjala bie etj etj. Me të vranë sallë gjyqit, ne duhet merrim, ky është mesazhi për mendimin tim, që duhet merremi neve. Pra, mesazhi i sallës gjyqit, pra un vrava pa drejtësinë në sallë gjyqit. Pra ky është thelbi i kësaj gjëje. Prandaj për mendimin tim sot është shkel vija kuqe dhe un do vazhdoj ta rithëm që duaj i far përgjegjësie nga ana e qeverisë. Duaj përgjegjësi. Nuk pres fare vëlla. Ora duaj, asun nuk presun, ne po themi ç'a duhet i. Po ç'a duhet, o ti këta nuk duhet ishin fare, duhet mos ishin. Rregull, më ne këta që kemi do komentojmë tani, po ti për duhet o Aulon, duhet të mos ishin vëlla. Duhet mos ishin, dakord jam edhe me këtë. Po i kemi në kurriz. Thot Sali Kurra. Helidoni thot vëlla, armë le plotso fjalin të lutem. Un kur them armatose e popullit vëlla, të marr me leje. Po shpendi s'është për 97-ën apo. Po ti et pa leje i ket armatosur vëlla. Po. Pse shkoni në përshpia shqiptarësh edhe shikoni. Pse menoti që s'kan armë njerëzit në përshpia? Po pa fund kanë. Po kanë që nga 97-a më burrë, kanë gropos, njëri e ka fut me i fuçi, tjetri po shkallëve, tjetri në dollap. Amon e burrë, të gjithë njerëzit kanë armë, më kupton. Problemi është që këtu ta po thon tani për mira politikanëve, e kupton? Pra kjo është ideja. Se të vrasësh gjyqtarin mes sallës gjyqit është e paimagjinueshme vëlla, e kupton? Nuk e